إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na liroi nga adhurimi çdo kujt dhe na bëri rob të Allahut Azza wa Jall. Thot Ibn Qayyim në librin e tij Zadul Ma'ad, s'ka qëndërim më të inatosur për shejtanin se njeriu kërqëndëron në namaz. Për këtë arsye, thot Ibn Qayyim, shejtani përpiqet që njeriu ta pengon nga adhurimi më madhështor, më i dashur tek Allahu Azza wa Jall, dhe nga vepra që më shumë e afron tek Allahu Azza wa Jall. Thot përpiqet që mos ta lën atë të qëndron pranë Zotit të tij. E nëse njeriu e sfidon shejtanin dhe i kalon sfidat e tij, atëherë thot dhe vën shejtani dhe ja kujton njeriu të në namaz atë të cilën e ka harru. A dini pse vëllezër të ndershëm? Nga se shejtani e din se vepra më madhështore, më e dashur tek Allahu Azza wa Jall, ma shumë që të afron tek Allahu Azza wa Jall është namazi. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ajetet e para të suratul Iqra, kur i zëvriti Allahu Azza wa Jall ja të rejgjvërejqen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe neve të gjithve në i të rejgjvërejqen dhe thot, hedh në vështrimin ndaj atyre që i pengojnë njerëzit në namaz. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. A jeni ka e vështëroni dhe ka e vareni Ebu Gjehlin në emisionin e parë të tij që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e pengonte nga adhurimi Allahut Azza wa Jall, e në veçanti nga adhurimi namazit. Pastaj Allahu Azza wa Jall në fund të ajeteve thot, kella la tuti'hu wasjud waqtarib. Asesi mos në jano veshin atyre që të pengojnë ndaj adhurimit Allahut tan. Po bani sejdë Allahut Azza wa Jall që të afrohesh te Zoti jot. E kuptua do vëllezër që cili është i kemeti dhe urtësia, pse të gjithë obligimet u obliguan duke qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në tokë. I vetëmi ibadet që obliguan në qiell, sikur Allahu Azza wa Jall me këtë mesazh na tregon, ai që ka dëshirë të afrohet te Allahu, ai që ka dëshirë të lartësohet tek Allahu, ai që dëshiron të jetë me famë tek Allahu Azza wa Jall, rruga e vetme e famës dhe lartësimit dhe afrimit tek Allahu Azza wa Jall është për ulja pranë Zotit tan, sejdja pranë Allahut Azza wa Jall. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu më afër Allahut të tij është duke qenë në sejdë. Edhe pse ne shohim veten ton të përulur, mirë po tek Allahu Azza wa Jall jemi të ngritur. Pa tha njëri prej dietarëve, s'ka krenari më e madhe se sa sejdja për Allahun tan. S'ka nënçmim më të madh se të ngritesh për të qertë pos Allahun Azza wa Jall.
Para transmeton Rabia ibn Ka'b al-Aslami radiallahu an, i cili thot një natë prej natëve kalova me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ja afrova abdesin pejgamberit Allah. Pasi që mor abdes pejgamberi Allah, i drejtohet Rabias dhe i thot: ja Rabia, a ke do një nevoj kërkoje, paraqite nevojën tone pranë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A dini cili ishte kërkesa e Rabias? Tha: ja Rasulullah, e kam vetëm një kërkesë. Tha: cila është kërkesa jote ja Rabia? Tha: të jem me ti fqin një gjennetin Allah, të jem afër teje në ditën e kiametit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e wa ghayra dhalik, a ke do një kërkesë tjetër ja Rabia? Tha: vetëm këtë kërkesë, të jem fqin i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëre pejgamberi Allah ti tregoj Rabias, na tregoj gjithë neve që kemi dëshirë të jemi fqin të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha: ja Rabia, ndihmoj vetën tonë me shumë sejdë, pra sejdë që janë ata të cilët të afrojnë te Zoti jot. Namazi është ai i cili të bën fqin dhe kojshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do lejo të ndërshëm, Allahu azza wa jall na tregon në Kur'anin e Kerim se njerëzit më të lumtur, njerëzit më të lumtur sipërfaqen e tokës janë namazlit. Ndëgjoni çka thot Allahu azza wa jall në suratul Ma'arij. Thot Allahu azza wa jall: innal insana khuliqa halua, idha massahu sharru jazua, wa idha massahu al-khayru manua, illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Tha: njeriu është kriju në atë formë se gjithnjë ankohet. Gjithnjë njeriu ankohet. Nëse e godit një bela, një spërov, ankohet dhe i tepron ankesat e tij. Nëse e bën një e mirë, bëhet kooperac ndaj Allahut ti. Tha: këta nuk e godit atë të cilin është prej namazlive, në veçanti ata të cilët që janë të rregull në namazin e tyre, janë të qetë në zemrat e tyre. Nëse i godit një si usibet, e din se prej anës Allahu dha pasrim për to, ata nuk i gjejnë duke thonë vetëm elhamdulillah. Nëse i ven një mirë, e din se këtë mirësi e kanë prej Zotit të tyre, dhe për të piqen që këtë mirësi ta shpërndojnë dhe këtë këtë qerat. Kush janë këto? Vetëm namazlit. Për atë Allahu azza wa jall thot në Kur'anin e Kerim: ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të përmendurit e Allahu qetësohen zemrat. Koka e përmendjes Allahu do lejo të ndërshëm është namazi. Ndërsa çka ndodh me ata të cilët rebelohen ndaj këtij adhurimi, thot Allahu në Kur'anin e Kerim: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Thot Allahu azza wa jall, ai cili ja kthen shpinës për kujtimit dhe dhikrit Allahut azza wa jall. Pra ai cili ja kthen shpinës namazit, jetën e ka me të lashe, jetën e ka me brenga vëllezër të ndershëm. Mosibeti më i madh është që në ditën e gjykimit të ringjallët i verbër dhe janë kohët Allahut të vetë dhe i thot: o Zot i madh, nuk kam qenë dunja i verbër, përse më ringjallë i verbër. Thot Allahu azza wa jall: kështu i harrove mësimet tona, e harrove namazin, e harrove adhurimin ndaj Allahut tan, harrove falënderimin ndaj Zotit tan. Pra kështu vëllezër të ndershëm, tha kështu do të jesh i harruar në ditën e gjykimit. Kush janë ata që i përkujtojnë Allahun dunja dhe në ahiret? Ata të cilët e kujtojnë Zotin e tyre, ata që i përulen Zotit të tyre. Për këtë arsye, ai që i përulet Allahut të vetë, ai që i nënshtrohet Allahut të vetë, i vetëmi është që është liruan nga adhurimi krijesave dhe është bërë rob i Allahut të tij, dhe kjo është plot kuptimin e lirisë.
Si thot njani prej djetarëve Amel al-Ashqari, koptimi i liris në islam do të thot që mos t'i përulesh as kujt dhe vetëm për atë që je kriju, mos të drejtojsh zemrën tonë ndaj dikujt, vetëm ndaj Zotit tanë që të ka kriju. Kja është koptimi i liris dhe të ndërsh. Pra të thot Ibn Qayyimi, wa farru min ar-riqqi alladhi khuliqu lahu wa balu bir-riqqi al-kufri wash-shaytani. Kur tentuan njerëzit të largohen nga robërimi për të cilën janë kriju, ato u përbuzën edhe më shumë dhe u robëruan në mesin e kufrit dhe shejtanit. Pra do lejo të ndërshëm, Ribej ibn Amir kur takoi komandantin generalin e persianëve, dhe Ribej ibn Amir qëndron të krenar pranë atij dhe pyet Rostemi dhe i thot: çka jeni ju dhe kush ju ka dërgu? Cili është mesazhi juve që keni ardhur këtë dunja? Ribej ibn Amir e përcjell këtë mesazh dhe i thot: kemi ardhur që të lirojmë krijesat e Allahut Azza wa Jall, robë të cilët janë robëruar të robë të njëri tjetrit, që të bëhen robë të Zotit të tyre. Para të Omeri thonte, prej kurt i robëruar të njerëzit, kurse nanat e tyre i kanë linë të lira. Ata të cilën u përpiqen që të ikin në robërimit të Allahut, o robëruan në mesin e epshit të tyre, o robëruan në mesin e dunjas të tyre. Kemi ardhur të çlirojmë njerëzit nga robërimi njëri tjetrit dhe t'i bëjmë rob të Allahut. Kemi ardhur që të shpëtojmë njerëzimin nga padrejtësit e feve, të jenë të lirë në dinin e Allahut në Islam, dhe kemi ardhur që të shpëtojmë njerëzit nga kushtina e dunjas në gjersin e dunjas dhe ahiretit. Pra koptimi i lirisë vëllezër të ndershëm, a që ballin tanë në nështrimin tanë mos t'ja bajsh vetëm ati që të ka kriju, dhe vetëm pa ati që vetëm atë që të adhorosh, zemrën tonë mos të drejtojsh vetëm ndaj Zotit tanë, mos të shpresosh vetëm prej Zotit tanë, mos të friksohesh vetëm prej Allahut tanë. Ti je i lirë që hecë mesin e tokës, ndërsa ata përreth te janë të robëruar. Para të thot për Allahu në Kurani Kerim: minkum me yuridu dunya wa minkum me yuridu al-akhira. Në mesin tuaj ka njerëz që janë të robëruar rob të dunjas, dhe në mesin tuaj janë njerëz që lakmojnë xhennetin dhe ahiretin. Para do lejo të ndershëm, ata që nuk deshtën të robërohen Zotit të tyre, ju robëruan epsheve të tyre. Ata që u rebeluan ndaj robërimit të Allahut Azza wa Jall, o robëruan rob të dinarit dhe dirhemit, ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e bani këtë dua dhe tha: ta isa abdu dinari wa dirham, tha poshtë robi dinarit dhe dirhemit. Pra do lejo të ndershëm, krenaria besimtarit është të jesh robi Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall që na të realizojmë këtë robëri, këtë liri me anë të adhurimit më madhështor, ko shejtani më shumë binin Ademit e gjolozon kur është në pozitën e sejdës. Pa tha pejgamberi Allahut, nuk është pa shejtani ma i përbuzur, nuk është pa shejtani ma i nënçmuar, sesa në atë kohë kur njeriu i bën sejdë Allahut të vetë dhe i thot: subhana rabbil a'la, Allahu është më i lartë dhe më i madhi. Shkon shejtani e plonus kokën e vetë dhe thot: mjerit on ornu biri Ademit të i ban sejdë Allahut, bëjeni sejdë dhe ka xhennet, ndërsa unë ornova mirë po u rebelova, për këtë arsye unë do qem banor i zjarit. Pra lejo të ndershëm, shejtani thua se 8.000 vite ka dhëru Allahun Azza wa Jall, mirë po është rebelun ndaj një sejdë, Allahu Azza wa Jall e ka largu për rahmetit të vetë, ndërsa neru në Zot dojmë shku të Allahu jon, dojmë të fitojmë gjennetin Allahut, ku Allahu Azza wa Jall thot: gjerësia gjennetit asa toka dhe qela pa asni sejdë. Para ta le të kujdesmi në ibadetin, që mësë te përmjedon Allahu Azza wa Jall, dhe mësë shumë te pëlqen Allahu Azza wa Jall, dhe më te për në afron tek Allahu Azza wa Jall, do të jemi rob më të lartë në dunja dhe më të lumtur këtë dunja dhe në ahiret.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Vëllezër të ndershëm, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kujdes në për namaz, ruani namazin në veçanti, namazin e mesëm, namazin e ikindis, për çka se në kohën e ikindis, në kohën e pejgamberit Allahut, u hapte tregi dhe njerëz ishin të preokupuar me punët e tyre. Allahu Azza wa Jall i zbrit këto ajete në Kur'anin e Kerim dhe thot: kujdesni dhe runi ka 5 kohët e namazit, në veçanti namazin e ikindis, dhe që ndëroni para Allahut Azza wa Jall si ju ka hije. Ka thonë dietarët, nën kupton kjo ajet se ai që e ruan namazin, Allahu Azza wa Jall që ka urnu për ta bën namazin, Allahu do ta ruan atë. Namazi ti do ta ruan atë. Prej çka i do ta ruaj? E para do ta ruaj nga mëkatet dhe gjunat. Se ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim se namazi njeriu e largon nga mëkatet. E dita nga ajo, namazi do ta ruan nga sprovat e ndryshme që njeriu mund të kalojë në to. A nuk e vërshuat apo nuk ndëgjuat se si Allahu Azza wa Jall Yunusin alayhis salam e nxorri nga mka barku i peshkut, e shpëtoi Yunusin alayhis salam nga se ishte nga namazlit, ndërsa e fundosi Firaunin nga se nuk ishte nga namazlit. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, këto janë shumë ajete në Kur'anin e Kerim që tregon se ai i cili kujdeset për këtë ibadet, Allahu Azza wa Jall ata e ruan dunja dhe në ahiret. Në dunja ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim: lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ka thonë ka për cilës ki njeri namazliu ka para dhe mrapa. Abdullah ibn Abasi ka thonë namazliun e ruajnë tropëroje nga melekët, të cilët e ruajnë prej telasheve të dunjas, vetëm nëse vjen një caktim i Allahut Azza wa Jall, me godit ata tërheqen melekët dhe ndodh ajo sprovmi, por i kthen prapë ruajnë ata. Për këtë arsye njoni i tha hoxhës se ja nisa namazit duke ardhur në pigurbetin në Itali. Tha një guri prej nalt edhe më karon bagazh se e blejta makinën e re ma prish. Sa ja nisa namazit, hoxha ju përgjigj këtij dha o filan, ku e ki ditë ti se ki guri anis me ron bagashin e makinës tone, apo ka anis me ron kupën e kryes tone. Për këtë arsye ma mirë në bagazh se sa me të ron kupën e kryes tone. Pra do leo të ndërshëm, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Ne i thojmë një buka dhënme, mirë po buka dhënme nuk vlen të Allahu Azza wa Jall. Nëse vëllezër të ndershëm, ne nuk i bojmë namaz Allahut Azza wa Jall, nga se thot pejgamberi Allahu, dallimi mes muslimanit dhe jo muslimanit është namazi. Atë ke dëshirë të shpëtosh nga shirku dhe nga kufri, nga munafiqllëku, banu nga bezvakli namazlit, Allahu dërgon melek që të ruajnë këtë dunja, dhe të ruajnë në varë, dhe të përcedhin dhe dëshmojnë dhe në ahiret. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu kur bartët në supat pasi të vdes, kur njerëzit e bojnë në supe për të vorros, pasi që të vorrosin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ulet namazit e koka e tij, ulet namazit e koka e tij, ndërsa ven agjerimin kohën e gjallë të tij, ndërsa ven zeqati nonën e majtë të ti, pasaj veprat e ti ka kom të tyre. Pa ata kur vinë me lekat që ta pisin këtë njeri, kur vinë me lekat për të ndëshku këtë njeri, vinë ka koka së pari, del namazje dhe thot, s'keni mundësi të mirë një nga unë, më ka rujnë dunja, do të rujnë këtë vend deri sa ta futi në gjennet. Vinë nga unë e gjatë, del agjerimi e ruan, vinë nga unë e majtë, del dhe qati e mbëron dhe ruan, vinë nga kom dhe rujnë veprat e mira. Pra kush do të ruje në varë, kush do të shëroje në varë, do të shëron atë që e ke shëron këtë dënja. Pat Ebu Darda radiallahu an dhe Ebu Hurajra thënte, o ju njerëz, falni 2 rekat namaz në errësirën e natës,
para rasirën e varit, ndërsa ishin disa njerëz, kur u ndajtën prej kësaj dunja, vëllezër të ndeshëm qajtën, a di pse qajtën, nga se u ndashin nga namazi, derisa Thabit el-Bunani thot, o Zot i madh, nëse ja mundson dikujt me bo namaz në varr, ma mundson mua që të bëj namaz. Hasan el-Basriu thot, e kam vorros me dorën time, Thabit el-Bunani, që i thënë të Abdullah Mesudi, ja Thabit, me të pas pa pejgamberi Allahut kish dasht, mirë po nuk e takoj pejgamberi Allahut, e takoj sahabiu Abdullah Mesudi, ja Thabit, me të pas pa pejgamberi Allahut kish dasht, tha me dorët e mia e kam shlu në varr, pashallahun, para se me mbyllën të varrin, e kam pa Thabit el-Bunani duke i bo namaz. A nuk i boni namaz dhe Musa ibn Imranit, ku pejgamberi Allahu tha, kalova pan varrit të vëllavit tim, Musa ibn Imranin, dhe e posh ata duke bo namaz. Thot Ibn Taymija në këtë hadith, të pejgamberit Allahut, çka do të thotë që edhe në ahiret do të falmi, thot jo, do të falen vetëm ata të cilët dëshirojnë të dëfërohen në ahiret. Në ahiret nuk ka namaz, vetëm ai që do në mu knaq në xhenetin Allahut, kërkon prej Allahut që Allahut i ban namaz. Pa atë Ibn Qayyim tha, pa të tjetër njeriu me qëndru për Allahut, janë këtë dunja nga ditu, janë ahiret. Ata që kanë qëndru në këtë dunja, do të kenë letë në ahiret. Ata që s'qëndrojnë dhe në rebelu në këtë dunja, do qëndrojnë 50.000 vite në kam, ditën e kiametit, ko deli do të zbres mi kokat e tire. Pra ruje namazin tënë, që Allah të ruan ti, të ruan pasurin tëne, të ruan e vladet e tua, po të ruan qastet e fundit jetës, të ruan në varë dhe të ruan në ahiret. Lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu këtë ibadet Allahu të donë, të në banë të dashur në zemrët tona. Lusim Allahun Azza wa Jall, që mos shkojmë të Allahu pa namaz, nga se veri halli ai që shkojnë pa namaz, që thot pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall, pa më pyet që e pyet, birin e Ademit është namazi, nëse namazin e ke në regull, veprat rregullojnë qera, nëse namazin nuk e ke në regull, Allahu nuk i pranon veprat qera. Lusim Allahun Azza wa Jall, që dhe shkojmë për Allahut me namaz. Lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të na ban kopsht të kënaqësive tona, namazin këtë dunja, xheneti muslimanin këtë dunja. Një, asensori muslimonin këtë dunja, është namazi ti. Wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.